gjetë. Atëherë po e lexojmë pyetjen e parë. Thotë një televizionist, kam dëgjuar një hadith në të cilin thuhet se kush i mëson 99 emrat e Allahut do të hyjë në xhenet. A është ky hadith i saktë dhe nëse po, atëherë si është e mundur që vetëm me mësimin e këtyre emrave shpërblim të kem xhenetin? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimit të takojnë Allahut të madhruar, përshëndetje dhe bekimet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht hadithi nuk është tekstualisht ashtu sikur se është shkruar në pyetje. Është e vërtetë se hadithi është autentik, i saktë, mirë po teksti i hadithit është si vjen. Thotë i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: Inna lillahi 99 isman, 100 illa wahida, man ahsaha dakhala al-janna. Vërtet Allahu i ka 99 emra, 100 pa një. Ai i cili i përfshin këta emra do të futet në xhennet. Fjala ahsaha e përmendur në hadith e që detyrimisht do të thotë po e përkthejmë ai i cili i përfshin, nën kupton jo vetëm ti mësoj, jo vetëm ti recitoj në mënyrë mekanike, mirë po e ka për qëllim do të thotë që njeriu vërtet ti di ata emra, të njihet me kuptimin e tyre, pastaj prej atyre kuptimeve të nxjerrë mësime të cilat ato duhet ti shndrojnë në bindje në zemrën e tij, e pastaj ato bindje duhet të reflektojnë praktikisht, dhe në këtë formë ai i cili arrin që vërtet jetën e tij ta organizoj sipas mësimeve të cilat burojnë prej kuptimeve të emrave të Allahut, s'ka dyshim se do të futet në xhennet. Për ta përkthyer këtë akoma më praktikisht, do të themi se muslimani do të arrijë që Allahun ta besojë nëpërmjet emrave të tij të bukur, vetëm atëherë kur e kupton domethënien e emrit, të themi i gjithdijshëm, dhe sillet konform atij kuptimi, që do të thotë është i bindur se vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe ky tash sillet si një rob, si një njeri, si një krijesë e cila mbi vete e ka Zotin i cili është i gjithdijshëm edhe kontrolli i tij do të thotë është gjithëpërfshirës. Do të thotë të gjithë këta emra nëse njihen kësaj, u dihet kuptimi, pastaj nxirren mësime prej tyre të cilat shndrohen në bindje, e pastaj ato bindje manifestohen edhe në praktikën e njeriu, vërtet njeriu i këtillë ka gjetur rrugën e shpëtimit dhe gjithsesi do të shkojë në xhennet. Allah ju shpërblet.